meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E lavdërojmë dhe e madhërojmë shumë, pa fund, me madhërimet, lartësimet më të mëdhaja që i takojnë vetëm atij Zotit ton dashur, sunduesit madh gjithësisë. Përshëndetemi profetin ton Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz të ndershëm edhe të mirë, meshkuj apo femra, deri në ditë gjykimit. Vëllezër dhe motra nderuara, këto derisa të na kalojë kjo nxehtësia edhe vapa e madhe, do kemi tema të shkurtra në formën e historisë. Sot kemi dy histori, një për ligjëratën para hutbes edhe një për hutbe. Sot jetojmë me një kohë që Islami nga ato që se njohim paragjykohet. Unë kam dëshirë gjithmonë njerëzve kur bisedoj që nuk e njohin Islamin, i them nuk ka nevojë apo s'ka pse të hutohen, sikur ne ta mbajmë mend vetëm këtë ajet Kurani. Thot Zoti Xhelle Shanu wa Xhelle Xhelalu wa taqaddasat asma'u, innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyya. Thot me të vërtetë ato të cilët kanë besuar Zotin dhe kanë bërë vepra të mira, ku shkon njeriu nëse plotëson këto dy kritere, besimi nga Zoti, po kuptohet besim me dituri, jo besim i verbër. Ka i Zot edhe kaq. Ka i Zot që ka krijuar gjithçka. Dhe fillon njeriu në mënyrë graduale sipas mundësisë, i studion fenomenet që ka krijuar Zoti, aq sa ka mundësi i lexon ato, shikon dokumentarët që kanë lidhje me shkencën, me universin, thellohet, i mediton, i shikon, i percepton me veten e tij dhe krijon një besim të konsoliduar, jo besim i verbër. Shqyr Zoti është bujar, nuk është koprat si të kishte dhënë pak argumente për të bindur ne për atë. Ka dhënë me miliarda. Qoftë në universin e vogël që është njeriu, qoftë në universin e madh që është universi i pafund. Ky është besimi, dhe veprat e mira janë ato që i seleksionoi i madhi Zot dhe i tregojnë Islam. Por kjo s'ka dash në një filozofi të madhe, se gjithmonë e mira ka qenë e kuptueshme edhe pa ardhur Islami, vetëm se Islami i specifikoi, tregoi vlerën dhe shpërblimin që vendosi i madhi Zot. Po edhe para se të vinte Islami, vrasja nuk e ka quajtur askush ndonjëherë që është e mirë. Njerëzit e kanë bërë, po gjithmonë e kanë klasifikuar si të keqe. Vjedhjen asnjë s'ka thënë edhe përpara Islamit që sa mirë është me vjedh. Gjithë e kanë ditë që i hyn hak tjetrit. Po Islami tregoi domin që ka qoftë individual, shoqëror, dënimin që do ketë në botën tjetër dhe shpërblimin atij që i shmanget asaj. Ajo që njerëzit hutohen sot mund shpjegohet vetëm me një ajet Kurani, që është innal ladhina amanu wa amilu salihat, ato të cilët kanë besuar Zotin me besim të vërtetë dhe kanë bërë vepra të mira. Ka thonë një gjë shumë bukur në këtë rast, dhe nuk është përsërit, sepse njerëzit që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i ka përshkruajtur në mënyra ndryshme. Këtu ka thonë ulaika hum khairul bariyya. Ka thonë këto janë krijesa më e mirë që kam krijuar. Imagjinoje, nëse ti beson edhe bën vepra të mira, automatikisht del krijesa më e mirë në sipërfaqen jo të tokës, në gjithë këtij universi. Derisa kanë hyrë dietarët e Islamit jo në debate, po në këndvështrime ndryshme, a bëhet njeriu i cili beson dhe bën vepra të mira më i mirë se engjëjt? Një grup i madh i tyre kanë thënë njeriu që beson me besim të vërtetë
dhe bën vepra të mira, bëhet më i mirë se engjëjt që ka kriju i madhi Zot. Duke marrë i sër argumentesh që nuk është tema sotme, duke marrë argumentin që kur krijoi Ademin a.s. që i tha engjëjve bëni sejdë për respekt. E me radhë, dhe një nga argumentet e forta që ne mund t'ja kundërshtojmë është që engjëjt janë krijuar në formën e tillë që nuk e njohin të keqen, janë krijuar vetëm të mirë dhe bëjnë vetëm mirë, po s'kan mundësi të bëjnë keq. Kurse i njeri, siç po e shikojnë gjithë ne, që të përpiqet bëhet i mirë, ka mundësi, po pa fund të bëhet i keq. Kjo është një sprovë shumë e madhe për njeriu në raport me engjëjt. Për këtë arsye, nëse njeriu duke pas mundësi që të bëjë 1001 zeza, biles jo për pak gjinafe, shoqëria jon thotë që nëse i bën është njeri i shkathët, i mençur. Sot për shembull, kur shikoj një djalë të ri që shet drogën, ka shku në vende ndryshme të botës, ka rrezikuar, edhe ka shitur drogën atje, dhe vjen këtu me sasi të holla të mëdha, me makinat e bukura, me femrat e bukura, hapet majtas e djathtas, i pjesë e madhe e shoqërisë i thojnë bravo. Pra sot që ke kosto të madhe të bëhesh i mirë dhe e ke shumë të lehtë bëhesh i keq. Sepse njerëzit vlerësojnë si i keq. Se të shesësh drogën apo të bësh vepra të kësaj natyre, asnjë njeri i mençur me logjik nuk thotë ke bërë mirë. Se ato që e konsumojnë atë i ke çuar drejt vdekjes, drejt shkatrimit. I ka dhënë kosto individuale atij, kosto familjare. Imagjino 2 prindër që rritën një fëmijë për ta nxjerrë në jetë dhe në mosha i të re i kthehet dhe i bëhet konsumuesi drogës. Jo që s'do jetë më për këto prindër, po do jetë fatkeqësi dhe barë derisa prindrit japin shpirt. E me radhë pastaj problemet që ai shokët që ka do t'ja transmetojë këtë vese, këto probleme me radhë. Por ai që duam të themi është që njeriu i cili beson dhe bën vepra të mira, e ka beku i madh i Zot dhe bëhet krijesa më e mirë. Pra dikush që ty të përmend ekstremizmin, dikush që don ndoshta edhe me drejta ai ashtu e ka kuptuar për terrorizmin që lidhet me fen, ti thuaj vetëm këtë ajet. Innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Ato të cilët kanë besuar Zotin me besim sinqert, pa e ngatruar atë, me burim të pastër, jo burim që turbullohet rrugës, dhe bëjnë vepra të mira, siç do i përmendim ne 3 prej tyre. Ai që shumë afrohen nga Zoti dhe ai shumë vlerësohen nga Zoti, sa s'ka krijesë i kalon më ato. Bëhen njerëz me i peshë dhe me afrimitet ke sunduesi i madh i gjithësisë të pafundme. Dhe po të afroj Zoti dhe të dalloj pastaj në bazë tyre veprimeve afër Zotit, pastaj mos ke më merak për asgjë. Gjitha mirësitë dhe begatitë e sunduesit janë me ty. Tregohet këtë e ka ilustruar profeti alayhis salam dhe unë do e përmend për t'ia vesh kësaj që ne po themi. 3 njerëz duke udhëtu, 3 shok. 3 njerëz që kishin jetuar kohë gjatë në këtë botë. Jo të ri, po burra në moshë dhe njeriu kur sa më shumë të jetojë, aq më shumë ka më shumë përvojë dhe ka vepruar më shumë dhe din më shumë dhe kupton më shumë. I sprovon i madh i Zot me i mot, këtë e tregon profeti alayhis salam për popujt që kanë kaluar përpara, ka pas njerëz devotshëm me të mirë plot kjo tokë. Shumë. Dhe thotë i sprovoi i madh i Zot, po kalojshin ke i mal, edhe janë nxiu qiellin, natë. Fillun shkreptimat, bubullima shumë të mëdha, shiu madh, errësirë e madhe, erë e madhe dhe ngelen. Atëherë s'ka pas dhe mjete mbrojtëse, çfarë të bëjmë, ecën pak shikonin errësirë, pan një shpellë të vogël, një vend ku të futshin me kalu natën që mëngjes të vazhdonin. I sprovoi madhi i Zot me këtë, nga që s'kishin ku të shkonin, rreziqet ishin pafund përpara, u futën në shpellë. Erë e madhe, tufani madh, i sprovoi Zoti më shumë dhe i guri madh i bjen dhe ja bllokon daljen. Të i kishin disa ushqime, i kishin disa pije për disa ditë, po pastaj aty s'kishte për t'i gjetë kush në herë dhe aty do t'hipshin shpirt. Dhe i zuri bela e madhe. I zuri sprovë e madhe. Dhe i thanë njëri tjetrit, çfarë të bëjmë? Zakonisht njeriu në ditë halli thret, o nën, s'ka aty, s'kishte. Thret në një që e ka ndihmu, s'ka. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Imagjino të kishin qenë jo besimtar. Do ishin kthyer qesharak duke godit shkambin, ai s'lunte, ishte shumë i madh. Do u bëshin 3 burra duke e shtyra e nuk lëviz. Ishte shumë i madh për ta lëviz, jo 3, po 300.
Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e njifshin mirë sundusin e madh gjithësisë. Atë që lu qiell e tokë, jo i shkëm, lu qiell e tokë, i fjalë ka dhe e bë kiamet në çast. I fjalë ka detin e bën tsunam. I fjalë ka tokën e bën tërmet. I fjalë ka njeriu ja pushon zemrën në çast. I fjalë e ka dhe diturinë e tij e ka dhe i gjethe thot kur bjen nga pema. Nuk bjen pa lejen dhe pa diturinë e tij. Dhe i farë thot në që është në tokë, e njom apo e thatë është në dijenin e tij dhe do të mbi atëherë kur do ai ose nuk do mbi fare. A është ai i cili din për pikën e ujit që do krijojë njeriu në mënyrë të padiskutueshme, këtë i ka ai në llogarinë e lehtë dhe në diturinë e tij të jashtëzakonshme që ka. Dhe ai ishte mirë i informuar për këto tre që i kishte zënë bela dhe halli i madh, dhe i thoi njëri tjetrit ne kemi ngel në sprovë të madhe. Më i mençuri prej tyre dhe më i dishmi prej tyre tha, ka shpëtim. Shpëtimi mund vi nga ne, por varet çfarë njerëzish jemi. Tani çdo njeri sot, unë i pari që po flas edhe ju, i bëjnë apel vetes gjithë secili që a kam ndaj të mirun që me i ditë halli ja them Zotit, që ta bëj si ndërmjetësues, i themi madhi Zot kujtohet i ditë që zemra ime po rrihte për ta bërë këtë gjinaf, e kisha pasionin më të madh të jetës time, doja ta bëja patjetër, respekti dhe frika dhe kënaqësia që doja me të dhënë ty, unë nuk e bëra atë. Dhe ky e kishte i gjë vet, ky që foli dhe i tha duhet i shprehim Zotit në mirësinë më të madhe se sot nuk shpëtojmë as nga nëna, as nga babai, as nga policia, as nga njerëzia, as nga ushtria, as nga kush. Sot na shpëtoni tha shok vetëm sinqeriteti, nëse kemi qenë në një vepër të sinqert me të madhin Zot i qofshim fal. Edhe i tha unë kam një, keni ju në një vepër që e ke aq të fortë dhe e ke kënaq aq shumë Zotin, sa po ja ngretë durë dhe i thuaj madhi Zot, këtë e kam bërë për ty, ma ish këtë barë, këtë problem. Prandaj thot, kujtoje Zotin kur je mirë, profeti alayhis salam të kujtoj kur je në hall. Po se pa të kujtu Zotin fare kur je mirë, nuk ka për të kujtu kur je në hall. Është bela e madhe kjo punë, shikon ti vdiq filani, bëri aksident filani, ndodhi problemi i madh në familjen e filanit, nuk e ka kujtu Zotin ai kur ka qenë mirë, nuk e kujtoi Zotin kur i erdhi halli, problemi, sprova. Kështu që besimtari i mirë dhe fakt ky është besimi i madh. Ti je mirë dhe të trahi zemra me dashuri për të madhin Zot. Se kur është vështirësi gjithë e kujtojnë Zotin. Besimi i sinqert është ky që kemi ardhur për xhuma. S'kishim në hall ne që erdhëm. Ne bile se e bëm agjendën javore që neve të përcaktonim do vim për xhuma se s'mund ndodhi gjë tjetër për xhuman ne duhet jemi në xhami. As i hall se ke pas. As nuk shpërndau njëri lek kur hym në xhami. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Respekti dhe mbi gjitha dashuria për të madhin Zot i qofshin fal na sjell neve këtu. Se për gjetë punë e hallet, ka ca që s'vin për xhuma që janë 3, thot, ditë në xhuma më dalin gjithë punët. Se ne s'ka shejtan që na ndalon neve me ardh në shtëpinë të madhit Zot, i qofshim fal atij. Edhe i pari thot po edhe unë kam i gjë. Thot kam qenë ishte pronar dhe kishte punëtorët me vet. Dhe thot njëri prej tyre e bëri punën, se erdhi me mor rrogën. E mzuri tha sprova. E me qenë ai pronar i keq, apo në i biznesmen i keq çfarë thu? Shiqyr që iku ta maj unë këtë lek. Kurse ky e kishte pa i madhi, Zoti ishte i kënaq me atë që i kishte dhënë dhe tha, këtë pasuri ku ta çoj dhe e futi në punë. Po sa u herë ushtonte ajo, ky e runte anash. Se thoshte, ndoshta i ditë do vi filani edhe do ta kërkoj. Do e marri. E unë do t'ja jap. Po im nëse s'vin ta i çam ndodhi, ka shpjegim në Islam ka edhe i tjetër që ka ndodhur. E shumoi dhe ai nuk erdhi, e dha sadaka në emër të atij. E dha lëmosh në emër të atij që s'erdhi me emër, se atij është. Ka nivele të larta. Po kështu të hapet shkëmbi. Kështu lëviz shkëmbi, lloj tjetër nuk lëviz. Kështu ecën puna me Zotin. Po qem tjetër, jo që s'hapet shkëmbi me dal, po edhe shpella na zën aty. Dhe i tha i madhi Zot, mbasi far kohë erdhi, i kishte ra rruga atje dhe kishte kujtu. Filani kishte thoni kam lënë rrogën se ja kam marr. Të kaloj edhe t'ja marr. E ditë që është rob i drejtë. Tha o filan, a të kujtohet që kam pas punu? I tha po. Tha një rrogë s'ma ke dhon, i tha vetë s'ka ardh ky. Se muslimani edhe i mençur. Tha unë e dua atë. Edhe ky i tha shikon atje, rroga për shembull ishte 100, ky i tregoi 1000. Tha shko meri. Jo tha unë 100 du. Jo 1000 janë tuja, tha se unë i futa në punë u bën 1000. Por origjina ishte e jotja. Meri i tha. Edhe shkoi i mori. Thot transmetimi si tha as faleminderit, se menoj që është haku vet. Dhe ky se desh faleminderit e kishte rujt sinqert ke i madhi Zot për këtë ditë. Dhe tha in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik fa farrij anna ma nahnu fi. Tha nëse i madhi Zot
kam ditë me ja majt ati rrogën, mos me ja dhonë dhe këtyre tjerëve, se si mungot të zgjuarësia. Çdo gjë të mirë e bën të emrin e të madhit Zoti qofshin fal, tha unë e kam bërë vetëm për rizat tënd, për të kënaqur ty, për të qenë drejt siç na ke urdhëruar ti. S'kam qenë jo i mençur dhe naiv që mos t'ja majshe ati rrogën, biles i keq përdor punëtorët si demon dhe në fund si jap asnjë gjë sepse janë nevojshëm. Jo, kam qenë i drejtë dhe i mirë për hir tat se kështu na ke mësuar i madhi Zot. Qofse je i kënaq me këtë veprim, i tha na hap rrugën ndalim. Dhe subhanallahu al-azim, me lejen e fuqiplotit, lëvizi shkëmbi dhe guri i madh, jo ato sa të kishin mundësi me dalë. Ja dha shenjën fuqiploti, po jo të plot. Ishin edhe dy tjerët. Dietarët kanë thënë, ru me cilin shoqërohesh. Se në basë ati që shoqërohesh do t'i gjesh begatit e kësaj bote dhe begatit e botës tjetër. Që do të thotë, nëse ky person e kishte bëj vepër të mirë, dy tjerët s'kishin bërë gjë, kishin vdek aty. Duke net me një njeri të keq, vetëm xhenem ke afër, vetëm jo sukses do kesh në këtë botë. Me të bekuj madhi Zot, me net me njerëz të mirë, e ke fitu mirësinë e kësaj bote, se kujtoni Zotin dhe esni drejt, dhe kush hec drejt ka rrugën më të gjatë, po fisnikërohet gjatë rrugës. Kush është i keq, kap në i diçka për çasti, është i turpruar për në fund, dhe në të njëjtën kohë subhanallahu al-azim do merren devotshmi dorë për dorë me njëri tjetrin dhe shkojnë në xhenet në botën tjetër. Kjo është kuptimi dhe filozofia e njeriu të mirë. U hap tha pak, thot profeti alayhis salam, jo sa për të dalë. Dhe tha i dyti, tha i madhi Zot, aty në sy të treve, tha i madhi Zot, na ke mësuar, tha, që baba dhe nëna mas teje nuk ka tjetër mas tyre. Babai dhe nëna mbas madhështisë tënde s'ka tjerë, për nga respekti, për nga vlera dhe për nga pesha që ato kanë. Tha, tradita ime ka qenë që punoja gjatë gjithë ditës, dhe kur kthehesha në shtëpi zgjidhja ushqimet më të mira për t'i blerë, dhe kur u ktheja kisha bashkëshorten dhe fëmijët, po nuk më hynin sy ato mu, përpara se sa të shkoja ke babai dhe ke nëna ti ushqeja ato, t'ja veja ushqimet më të mira, t'i hanin ato, pastaj kaloja ke bashkëshortja, pastaj kaloja ke fëmijët, me rregull. Mos thuj, thot, sot rinia e dua shumë atë kam haru babën nën. Kur bëhet prind vet, ja bën fëmia, fillon qan. Si t'ja bësh, do t'a gjesh. E rrihnin njërin, e godisnin shumë. Kush? Fëmia vet. U mlodhën njerëzit se ishte turbi i madh. I thanë se vjen turbi i gjuan babai, tha baba vet lejeni, kështu i kam gjuajt babait tim. Ky i nat tha i madhi Zot, u ktheva dhe babai dhe nëna ishin të vjetër, i kishte zënë gjumi. Dhe u fut në sprov. S'do të më e prish traditën kur, babai dhe nëna, pastaj bashortja dhe fëmijët. Dhe thot ngela. Dhe thash, babai dhe nëna dhe ushqimet e mira i kam para për to, ato janë të fjetur. Me i zgju, subhanallahu al-azim. Shive qa kujdesi, me i zgju, kështu është transmetimi, me i zgju hyn gjinaf. Ka sot godasin prindin, Zoti na falt. Ka sot, nga që djali është bërë i madh, 2 metra, bën dhe servitje, fitness, është rrit shumë, është bërë, dhe babai karate njësi s'është më është, edhe filloj e ngren zërin djali më shumë se babai. Tha, nuk fola, tha, nuk doja që t'i zgjoja se hyn gjinaf, por edhe nuk doja t'i leja ato të fundit në ushqim, edhe u fut në sprov. Tha, pasha madhështinë tënde, fëmijët fillun kërkojshin ushqim, nuk ja kam dhënë. Derisa kam pritur të zgjoheshin prindrit që t'ja jipi atyre ushqimin siç e meritojnë. Se ato të kanë mas Zotit madh, ato janë bërë sebeb që jenë këtë botë. Mos haro kur ti nuk heci do dhe ato të mbanin. Mos haro kur ishe smur dhe ato përkushtoheshin. Kur ishe në hall dhe ato shqetësoheshin. Lotët e tyre gjatë gjithë kohës që rrit ti, për hallet, për problemet, për gëzimet, derisa dolen jetë. Pse kaq i keq mund bëhet njeriu, kaq i mund bëjmë ne të harrojmë babën nën. Po kur vdes zemra, vdes shpirti, vdes besimi, vdes mendja, vdes logjika, vdes morali, vdes vizioni, vdes kuptimi, vdes shoqëria, atëherë mund ta bëjë njeriu me prindin edhe kët. U zgju babai dhe nëna mbasi far kohë, tha i dhash ushqimin atyre. Pastaj si tradita me familjen, me fëmijët dhe me bashorten. Tha aty në shpellë ishin. Nami i madh ishte në mot. Than in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik fafarrij 'anna ya rabbal alamin. Tham qofse je kënaq me këtë veprim që e kam bërë vetëm për izat tënd, vetëm për t'u kënaqur ti i madh i Zot, na e hap neve, edhe dalim ne të vazhdojmë jetën tonë, të vazhdojmë qëllimin për cilin jemi nis. Thot profeti alayhis salam, këtu ndodhi më e çuditshme. Lëvizi thot guri aj sa e shikonin qiellin e nuk dilnin dot. Se ishte edhe i treti. Dhe i treti kishte pas problem
vëllezër, motrat nderuara, dhe për këtë problem erdhi dhe shamia, dhe për këtë problem erdhi veshja serioze e femrave. Për këtë problem erdhi sprova nga të më të mëdhajat. Për këtë problem quhet kush e kalon me sukses doktoratura e madhe në Islam. Kjo është ajo që paralajmëroi Kur'ani famlart. Kjo është ajo që tha profeti alayhis salam: "Zuyyila lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatiri al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fidda." Tha ju zbukuru njerëzve jeta e kësaj bote dhe e para që i sprovoi Kurani famlart në sura Ali Imran, dhe e para që i sprovoi më shumë thot ishte femra. Po pastaj thot fëmit, po pastaj leku, po pastaj kuajt, makinat e sotme, mjetet bashkëkohore, po pastaj that mbjellurat. Njëra mas tjetrës. Të parën përmendi femrat, ka thënë fattaqud dunya wa taqun nisa. Ka thënë profeti alayhis salam, skalon Zoti për umetin e Muhammed Mustafas, për veten umetin e tij sprovë më të madhe për meshkujt e këtij umeti se sa femrat. Për këtë arsye ju obligua femrave veshja serioze. Për çfarë? Për t'i lënë rahat meshkujt pra. Për t'jetu qetë meshkujt. Se në kohën që femrat vishen serioze, meshkujt se kanë momentin aty pa e kanë ke Zoti. Sa bëhet gjullurdi pastaj nga plazhi 99% zhveshur e deri harrojnë meshkujt e ku ishe pse s'erdhen në xhami, është hutu. Dhe një nga gjërat që e huton më shumë njeriu është çështja e femrës. Prandaj ky i treti këtu e kishte pas, dhe në fakt mbasi ky kishte duruke ke u hapa i guri, u shty ana shumë. Sepse ky kishte pasur simpati për i femër. Subhanallahu al-azim, kur njeriu e kap një vesë dhe nuk ka njeri pa vese, nuk don t'ja di më për asnjë gjë derisa ta arrijë. Ai ishte një femër e bukur në fakt, po ishte e martuar. I kishte edhe fëmijë. Kur i vdiq bashkëshorti asaj, gjithu u merakosën, dikush e derdhi i fje loti, dikush u bë keq, sa më shumë e njihnin aq më keq i vinte, ky nuk u bë keq, se i erdhi rasti në dorë. Shikoje çështja vesit se sa problem është, gjithë shikojnë bardh, thjesht shikon zi problemi. Edhe ky u gëzu shumë në sensin e vet se tha unë mund të arrisë kjo femër. Dhe mbasi far kohë sprovoi, ai kishte fëmijë të smur shumë. Erdhi koha që me 100 ose sot me lekun e sotme me miliona lek, duke i thonë që do t'ja japësh fëmijëve 1, 2, 3, 4, hariti që ta afroj atë. Sa ajo i thoshte jo. U vështirësu jeta jo, ajo u largonte. Ky vazhdonte me mision i vogël në këtë rast për këtë çështje, por përfundimi ishte i mirë. E ke parasysh ishte besimtar i kishte gjitha, kjo kishte rënë vitim ky ves. Dhe në kohën që thot u afru, dhe unë ja dhash tollat, ja hodhi aty. Tha i fjalë madhe. Ittaqillah. Tha o rob, ki e frikë Zotin, mos bën kështu veprimesh. Jo afru kështu, ky dhe i tha ki e frikë Zotin. Mos u boj moral. Thot për çastin sikur i kishte ra qellin në kokë. Sepse dëshirën e kishte të madhe për këtë femër, frikën e kishte të madhit Zot shumë. Dhe në fakt besimtari që e ka besu dhe besimtarja Zotin e gjithësisë dhe gjinafin më të bukur që mund supozohet me cytjet e shejtanit kur vjen puna, gjithmonë me pishmon sepse frika ndaj Zotit dhe respekti dhe dashuria për të janë përqendruar në zemër. Asnjëherë s'knaqet as i musliman dhe i muslimane nga gjinafi, se gjithmonë Zoti është aty. Dhe thot për çastin u futan sprovë të madhe. Kisha shumë vite që synoja këtë ves dhe tash me kështa arkoa, ajo i tha ki frikë Zotin, mos hynë rrugën e imoralitetit. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mos ju afroni imoralitetit. Jo mos bëni imoralitet, po isha afër, ka mundsi njeriu të bind. Duhet të ruhesh, a do ruhesh në Shqipëri, vështirë shumë. Dil në rrugë edhe ke hyr, i afru. E për ta mbyll, thot zgjodha Zotin, respektin dhe frikën ndaj tij, dhe i thash përveç që nuk do hynë botën e imoralitetit, këto i ke për fëmijët e tu dhe ja dha atë sadakan. Lëmoshën, pa ishte parë madhe shumë. Dhe ajo i mori me buzëqeshje dhe iku. Tani ishte në shpellë. Tha in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. I madhi Zot, nëse e kam bërë këtë gjë vetëm për hir tënd, na hap neve rrugën. Dhe i madhi Zot këtu e shtyri shumë. Thonë kanë dalë të 3 nga shpella, kanë bërë sejdë të madhe falënderimi, sejdë. Sa herë ndodh në një ngjarje madhe, bëj sejdë të madhe Zot, quhet sejdë tu shukr apo sejdë tul hamd e falënderimit, i bën sejdë Zotit dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam vazhdon jetën me marsi edhe me bekimin e Allahut.
Zoti na bofti shtojmë veprat e mira, të bëjmë njerëz fisnike dhe të mirë në rrugën e Zotit fuqiplot. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.